Muaj pas ndarjes së shumë përfolur, këngëtari i njohur Shpat Kasapi ka befasuar ndjekësit me një veprim që flet më shumë se çdo fjalë. Shpati e ka bërë sërish follow ish-partnerin e tij Selvie Jahon në Instagram. Ky detaj nuk kaloi pa u vënë re, sidomos javë pas deklaratës së fundit të Selvijes, e cila kishte sqaruar publikisht se asgjë nuk do t'i rikthejë atë dhe Shpatin bashk. Kemi mbi 6 muaj që jemi të ndarë dhe nuk kemi asnjë plan për të bërë sërish çift. Çdo gjë që bëmë është vetëm për djalin tonë, Roelin, i cili nuk ka asnjë faj në këtë mes. U shpreh Selvia javë më parë në një postim në Instagram ku sqaroi fansat e saj një herë mirë. Por megjithatë, link pikpyetja, ky veprim i Shpatit a është një tregues se ai nuk po heq dorë nga Selvia apo një dëshmi e një marrëdhënie të mirë, vetëm se prindër? Ju si mendoni? Lini komentin tuaj poshtë videos. Na duhet të kujtojmë se Shpat Kasapi dhe Selvia Jaho kanë qenë një ndër çiftet më të dashur për publikun shqiptar, por jo vetëm. Ata dëshmonin një dashuri të sinqertë, por me sa duket, gjërat pas kanë qenë ndryshe. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.